Kufiri e kë është vetëm vijë. Është plagë dhe Shqipëria duhet të pyes më në fund. Pse hesht për trojet e veta të humbura? Prej më shumë se 110 vitesh, kufit e vendosur mbi tryeza diplomatike të huaja kanë copëzuar të drejtat, identitetin dhe fatin e shqiptarëve. Sot, në vitin 2025, një pyetje rrotullohet si kamban e harruar. A ka të drejtë Shqipëria të kërkojë kthimin e territoreve të saj historike? Dhe më e rëndësishmja, pse nuk e bën? Ky është një inventar i gjatë i padrejtësive, por edhe një listë e pashmangshme e pyetjeve që duhen ngritur publikisht, fort, pa frikë, pa dridhje zëri. 1. Molla e kuqe Toplica nishi toka kë shqiptarët u shuan në dhunë. Qindra mijëra shqiptar u dëbuan nga këto troje në 1877, 1878. Sot Serbisë nuk i kërkohet asnjë llogari. Edhe më absurde, Shqipëria as nuk e përmend. Pyetja duhet të ngreh Tirana. A do të kërkojë Shqipëria njohjen zyrtare të spastrimit etnik dhe rikthimin e të drejtave territoriale? Nëse jo tani kur? 2. Preshev, Bujanoc, Medveq, trungi gjallë i kombit. Kjo zonë është e vetmja në Serbi ku shqiptarët janë ende shumicë. Zëri i tyre kërkon barazi, autonomi, respekt. Nga Tirana vjen vetëm heshtje diplomatike, heshtje që rëndon si gurvari. Pyetja: si mund Shqipëria të mbyll syt kur shqiptarët e Preshevës trajtohen si qytetar të rendit të fundit? Pse nuk kërkon autonomi, veçeverisje, garanci ndërkombëtare? 3. Maqedonia e Veriut, toka kë shqiptarët janë shtylla, e pakic. Tetova, Gostivari, Kërçova, Shkupi, Struga, Dibra. Shqiptarët aty janë pakic e respektuar, janë popull autokton. Pyetja: pse Shqipëria nuk kërkon rishikim të marrëveshjes së Ohrit dhe status kushtetues për shqiptarët si komb shtetformues? A ka frikë? A është lodhur? Apo thjesht ka vendosur të mos shohë përtej kufirit të vet? 4. Fllii plav kuci ulqën Malsia. Troje të prera me thik nga trupi i Shqipërisë në 1913. Sot shqiptarët në këto zona jetojnë me identitet të cunguar dhe presion asimilues. Pyetja: pse Shqipëria nuk kërkon status special për Malsin dhe Ulqinin, ashtu si Serbia kërkon për serbët kudo? Apo shqiptarët vlejnë më pak se serbët në tavolinën e ndërkombëtarëve? 5. Greqia, Çamëria, toka kë varet ende tregon emra shqiptar. Genocidi kundër çamëve është dosja më e zezë që Shqipëria mban fshehur në sirtar. Pa drejtësi, pa kthim pronash, pa kërkim falje, pa asnjë hap konkret diplomatik. Pyetja: sa kohë do të vazhdojë Shqipëria të firmos marrëveshje miqësie me shtetin që ka dëbuar me dhunë dhjetëra mijëra shqiptar? Kur do të hapet dosja Çamëri në tribunat ndërkombëtare? 6. Arvanitët, historia e fshirë e gë një shtet të i përbetohet homogenitetit. Në Atik, Peloponez, Beoti, Evia, ishuj mijëra fshatra janë historikisht shqiptare. Shteti grek i zhduku me boj të bardh, si të ishin gabim ortografik. Pyetja: pse Shqipëria nuk kërkon mbrojtje kulturore dhe status minoritar për arvanitët? Apo nuk ka guxim të hap gojën ndaj Athinës? 7. Dibra e Madhe, Manastiri Shkupi. Kryeqendra të kombit, laborator të rilindjes shqiptare, sot në shtete të tjera. Pyetja: kur do të kërkojë Shqipëria njohjen ndërkombëtare të identitetit historik shqiptar në këto treva? Apo do të vazhdoj të sillet sikur nuk e di prej nga lindi alfabeti? Pyetja e madhe e të gjitha duhet Shqipëria të kërkojë rinegocim kufish, bazuar në të drejtën historike dhe parimin e vetvendosjes? Bota ka ndryshuar. Kosova u çlirua, Bosnia u rindërtua mbi parime etnike. Ukraina po lufton për çdo centimetër. Vetëm Shqipëria rri e ulur me duar në prehër, sikur historia nuk i përket më. Pyetja fundamentale: nëse një komb ka tokë të humbur, a ka detyrim moral dhe politik të ngrejë çështjen? Nëse po, atëherë pse Shqipëria hesht? Nëse jo, atëherë pse ende quhemi komb që respekton veten? Shteti rëhesht për tokën e vërtetë, harron edhe veten. Arsyetimet diplomatike ruajna stabilitetin, mos prishni balancat, janë perde letre. E vërteta është një: Shqipëria nuk ka bërë asnjë kërkesë historike për teritoret e veta autoktone. Asnjë dosje në KB, asnjë presion diplomatik, asnjë strategji. Dhe kjo sjell pyetjen që i qëndron historisë si çekiç mbi gur. A ka Shqipëria guxim të kërkojë që trojet e saj t'i kthehen nënës Shqipëri? Nëse po, koha është tani. Nëse jo, atëherë le të mos habitemi pse të tjerët vazhdojnë të shkruajnë hartat tona.